Revista Forbes ka publikuar listën e saj të 100 grave më të fuqishme në botë për vitin 2025, duke nxjerrë në pa figura nga politika, biznesi, teknologjia, kultura dhe media që formsojnë peizazhin global të pushtetit. Renditja Forbes për vitin 2025 kryesohet nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, presidentja e Bankës Qendrore Evropiane Christine Lagarde dhe kryeministra japoneze Shin Takashi. Gjithashtu lart në listë janë kryeministria italiane Giorgia Meloni, presidentja meksikane Claudia Sheinbaum dhe drejtuese të lartë nga skena globale e biznesit, siç janë CEO e General Motors, Mary Barra, CEO dhe kryetaria e Citi, Jane Fraser, kryetaria dhe CEO Fidelity Investments, Abigail Johnson dhe CEO e AMD Lisa Su. Kim Kardashian, bashkëthemeluesja e Skims dhe sipërmarrëse mote me shumë se 350 milion djegës në media sociale, është përfshirë gjithashtu për herë të parë. Në listë përfshihet edhe Taylor Swift, e cila u bë miliardere në tetor 2023, duke u bërë muzikantja e parë që hyri në renditjen përkatëse vetëm fal të ardhurave nga muzika dhe performancat e saj live. 100 gratë në listë menaxhojnë së bashku me shumë se 4.9 trilion dollar të ardhura, punësojnë me shumë se 9.3 milion njerëz dhe ndikojnë në vende që përbëjnë me shumë se gjysmën e PBB-s globale.